Një kujdestare zbulon gënjeshtra dhe një plan mizor kundër nënës së milionerit. Me prova sekrete, ajo përballet me një nuse të pamëshirshme, të gatshme për gjithçka. Por është momenti kur vetë milioneri kthehet i maskuar për të shpëtuar nënën e tij, që e vërteta shpërthen, dhe asnjë gënjeshtër nuk i mbijeton përballjes finale. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Mëngjesi u gdhi i përhimet mbi Tiranë, me atë qiell tipik të ngarkuar që dukej se rëndonte mbi supet e atyre që ecnin me nxitim nëpër rrugë. Anila Hoxha mbante fort dorezën e çantës ndërsa zbriste nga autobusi në bulevardin në dëshmorët e kombit, duke ndjerë të ftohtin e shiut të imët që i lagte fytyrën. Ishte 32 vjeç, por dukej se mbante lodhjen e një jete të tërë në sytë e saj ngjyrë kafe që nuk shkëlqenin më si më parë. Që nga mosha 15 vjeç, kur humbi prindërit në rrethana që preferonte të mos i risillte në kujtesë, mori përsipër përgjegjësinë për t'u kujdesur për vëllain e saj më të vogël, Luanin, i cili tani ishte 23 vjeç dhe punonte si korrier me aplikacion në zonën e Ysberishtit. Anila ishte punonjëse shtëpie. Jo nga ato që bënin punë të përkohshme sa andej këtej, por një profesioniste e përkushtuar që e trajtonte çdo shtëpi sikur të ishte e saj, çdo punëdhënëse me respekt, edhe kur respekti nuk ishte i ndërsjell. Atë mëngjes qershori, megjithatë, diçka ndryshe e priste. Vera, shefja e saj në një shtëpi të klasës së mesme në zonën e bllokut, i kishte telefonuar një ditë më parë me një propozim të pazakontë. Një shoqe e saj, Besa Aliu Berisha, kishte nevojë për dikë që të zëvendësonte një punonjëse që ishte larguar pa pritur. Puna do të ishte e përkohshme, ndoshta 2 ose 3 javë, por pagesa do të ishte bujare. Shumë bujare. Mjaftueshëm për të shlyer faturat e prapambetura që grumbulloheshin në tavolinën e vogël të sallonit të apartamentit të ngushtë që ndante me Luanin. Ajo nuk kishte si ta refuzonte. Edhe pse e dinte se Luani varrej prej saj për shumë gjëra, edhe pse e dinte se i kishte premtuar se do të ishte e pranishme në ditëlindjen e tij atë javë, Anila pranoi. Parat ishin tepër të nevojshme. Fatura e dritave ishte vonuar, qiraja do të mbaronte pas pak ditësh dhe ende kishte borxhin në dyqanin e lagjes. Sakrificat ishin pjesë e rutinës së saj, diçka që e kishte mësuar shumë herët. Adresa që i dha Vera ishte në zonën pranë liçenit artificial, një nga lagjet më të pasura të kryeqytetit. Anila mori autobusin deri te sheshi Skënderbej dhe prej andej eci rreth 15 minuta, duke vëzhguar rrugët me pemë, muret e larta dhe portat madhështore që fshinin vila si nga një botë tjetër. Kur më në fund arriti në numrin e treguar, ndaloi për një çast dhe mori frym thellë. Porta e hekurit të punuar ishte e stërmadhe, me detaje të arta që shkëlqenin edhe në dritën e zbeth të mëngjesit. Anash, një pllak diskrete mbante mbiemrin e familjes të gdhendur me germa elegante, Berisha. Anila shtypi zilen dhe priti. Zëri që u përgjigj nga interponi ishte i sjellshëm, por i ftohtë. U prezantua, përmendi emrin e Verës dhe porta u hap ngadalë me një zhurmë mekanike që bëri jehon në rrugën e zbrazët. Kopshti i përparm ishte i patëmet, me bar të prerë, shkure të skalitura dhe një shatërvan guri në qendër. Shtëpia ishte madhështore, me 3 kate, dritare të mëdha dhe një fasadë në ngjyrë bezh që përcillte sofistikim dhe distancë. Dera kryesore u hap nga një grua me uniform gri, e cila bëri një gjest të shpejtë që Anila të hynte. Brendësia e shtëpisë ishte edhe më mbresëlënëse, dysheme mermeri, lambadar kristali, mobilje që dukeshin si të dala nga revistat e dekorit. Por kishte diçka në ajër. Një ftohtësi, një ngurtësi, sikur çdo objekt të ishte aty vetëm për t'u admiruar, kur për t'u prekur. Besa Aliu Berisha u shfaq në krye të shkallëve disa minuta më vonë. Ajo ishte një grua rreth të 45 vjeçave, e hollë, shumë e veshur mirë, me një kostum bezh të patëmet dhe flok biond të mbledhur në një topuz elegant. Fytyra ishte e bukur, por syt ishin të ashpër, llogaritës. Ajo zbriti shkallët ngadalë, si dikush që bën çmos të vëzhgohet, dhe ndaloi para Anilës me një buzëqeshje të sjellshme që nuk i arrinte në sy. Mirëmëngjes. Ti duhet të jesh Anila. Vera më ka folur shumë mirë për ty, shpresoj të jesh e përgatitur. Puna këtu kërkon diskrecion, përpikmëri dhe, mbi të gjitha, bindje. Anila ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore, por pohoi me kokë. Po, zonjë. Jam gati për çfarëdo që të jetë e nevojshme.
Besa e çoi nëpër korridorin kryesor duke I shpjeguar rregullat e shtëpisë me një zë të lëmuar, por të ngarkuar me kërcënim të fshehur. Orar I rrept. Asnjë përdorim I celularit gjatë orarit të punës. Asnjë bisedë me punonjëset e tjera përtej asaj që ishte rreptësisht e nevojshme. Dhe kryesisht sekret absolut për gjithçka që ndodhte brenda asaj shtëpie. Detyra e Anilës do të ishte të kujdesej për zonjën Elena Berisha, vjerën e Besës. E moshuara jetonte në katin e dytë, në një dhomë në pjesën e pasme të shtëpisë. Besa shpjegoi se Elena kishte probleme delikate shëndetësore, se kishte nevojë për ilaçe të kontrolluara, ushqim specifik dhe pushim të vazhdueshëm. Djali I saj, Robert Berisha, ishte në një udhëtim të gjatë biznesi në Gjermani, duke u kujdesur për çështjet e kompanisë së familjes. Ai telefononte shpesh, por Besa garantonte se gjithçka ishte nën kontroll. Anila u ngjit shkallëve pas Besës, duke ndjer peshën e heshtjes që dominonte katin e dytë. Korridori ishte I errët, me pak dritë natyrale. Besa ndaloi para një dere druri masiv dhe nxori një çelës nga xhepi. Ajo qëndron këtu. Nuk I pëlqen drita, kështu që perdet qëndrojnë gjithmonë të mbyllura. Ilaçet janë në këtë kuti, oraret janë të shënuara. Mos ndrysho asgjë. Mos I jep më shumë, mos I jep më pak. Ndiq saktësisht atë që është përshkruar. E kuptove? Po, zonjë. Besa e hapi derën dhe e shtyu. Dhoma ishte e zhytur në gjysmë errësirë. Era ishte e rëndë, një përzierje myku, ilaçesh dhe ajri të ndenjur. Anilës ju deshën disa sekonda që sytë t'i përshtateshin errësirës. Në qendër të dhomës, një krevat I vjetër, prej drurit të errët, ku dërgjej një figurë e vogël dhe e palvizshme. Zonja Elena, keni një kujdestare të re. Anila do të qëndroj me ju për disa javë. Nuk pati përgjigje. Vetëm një rënkim I ulët, pothuajse I padëgjueshëm. Besa doli nga dhoma pa shpjegime të mëtejshme, duke mbyllur derën pas vetes dhe duke e lënë Anilën vetëm me të moshuarën. Ajo u afrua ngadalë, duke u përpjekur të shihte më mirë. Elena duhet të ishte rreth të 70-tave, por dukej shumë më e vjetër. Fytyra ishte e zbethë, e shënuar nga rrudha të thella, buzët të plasaritura, flokët e bardhë të shprishur. Duart të holla si shkarpa, dridheshin lehtë mbi çarçafin e vjetëruar. Anila ndjeu një shtrëngim në gjoks. Mirëmëngjes, zonja Elena. Unë quhem Anila. Do të kujdesem për ju. E moshuara ktheu fytyrën në drejtim të zërit dhe Anila pa sytë e saj. Ishin të shuar, por kishte diçka aty. Një shkëndijë e largët, një kërkesë e heshtur për ndihmë. Gjatë ditëve të para, Anila ndoqi me përpikmëri udhëzimet e Besës. Jepte ilaçet në oraret e caktuara, ofronte vaktet e lehta që liheshin në një tabakat e dera, ndihmonte Elenën me higjienën bazë. Por diçka nuk kishte kuptim. Ushqimi ishte I pamjaftueshëm. Uji I kufizuar. Ilaçet dukeshin të tepërta. Dhe dhoma, ajo dhomë e errët dhe e mbytur, ishte pothuajse një burg. Anila filloi të vëzhgonte. Vuri re se Besa hynte në dhomë disa herë në ditë, gjithmonë me celularin në dorë, duke shkruar mesazhe me një buzëqeshje cinike në buzë. Vuri re se Elena, në momentet e ralla kur ishte më e kthjellët, përpiqej të fliste, por fjalët dilnin të ngatëruara, të cunguara, sikur diçka e pengonte të shprehej qartë. Në ditën e katërt, Anila mori guximin. Pritit që Besa të dilte për një takim në qytet dhe hapi perdet e rënda të dhomës. Drita pushtoi hapësirën, duke zbuluar papastërtinë e grumbulluar në qoshe, pluhurin mbi mobilje, njollat e lagështisë në mure. Elena puliti syt disa herë, e bezdisur, por pastaj diçka ndryshoi në fytyrën e saj. Ishte sikur drita zgjoi diçka të fjetur brenda saj. Anila u afrua dhe I mbajti dorën e brisht të moshuarës. Zonja Elena, a jeni mirë? A më dëgjoni dot? Elena ja shtrëngoi dorën me një forcë befasuese dhe pëshpëriti, me zërin e ngjirur dhe të dobët, më ndihmo. Ato dy fjalë ndryshuan gjithçka. Anila ndjeu zemrën t'i rrite fort. Çfarë po ndodh këtu, zonja Elena? E moshuara u përpoq të fliste, por fjalët nuk I dilnin. Syt, megjithatë, thoshin gjithçka. Frikë. Dëshpërim. Burgosje. Anila filloi të hetonte në mënyrë diskrete. Rishikoi kutinë e ilaçeve dhe vuri re se disa doza ishin shumë të larta, veçanërisht qetësuesit.
Shikoi recetat mjekësore të bashkangjitura dhe pa se ishin nënshkruar gjithmonë nga I njëjti mjek, një far doktor Agron Leka. Kërkoi në celular dhe zbuloi se ai kishte një histori të diskutueshme, denoncime të vjetra për sjellje të pahishme që ishin mbyllur. Ajo gjithashtu filloi të kujdesej për Elenën në një mënyrë tjetër. Solli fruta të fshehura në çantë, I ofroi më shumë ujë, e ndihmoi të moshuarën të ulej në krevat, të lëvizte krahët dhe këmbët. Përgjigja ishte pothuajse e menjëhershme. Elena filloi të rifitonte forcat, të fliste me më shumë qartësi, të buzëqeshte ndrojturazi. Dhe ishte në një nga këto momente kthjellësie që Elena zbuloi të vërtetën. Ajo më mban të burgosur këtu, Anila. Djali im nuk di asgjë. Ajo u përgjigjet mesazheve të tij duke u shtirur si unë. Ai mendon se jam mirë, se jam vetëm e lodhur. Por unë nuk jam e sëmur. Ajo po më drogon. Ajo do të më nxjerrë të paaftë mendërisht, të marrë gjithçka. Anilës I ngriu gjaku. Pse? Pse do ta bënte këtë? Elena mori frym thellë dhe pastaj tregoi. Besa u martua me Robertin për interes. Ai është një burr I mirë, punëtor, por I verbër ndaj natyrës së saj të vërtetë. Ajo do të kontrollojë pasurinë e familjes. Dhe unë jam pengesa e vetme. Nëse unë konsiderohem e paaftë, ajo merr gjithçka. Dhe djali juaj nuk dyshon? Ai I beson asaj. Gjithmonë I ka besuar. Ajo është shumë dinake, Anila. Shumë e rrezikshme. Elena pastaj zbuloi se mbante një ditar të fshehur, një fletore ku shënonte gjithçka që ndodhte në momentet kur arrinte të ishte e kthjellët. Ishte I ruajtur brenda një libri të vjetër, në një raft të pluhurosur në qoshe të dhomës. Anila e gjeti ditarin po atë natë. Faqet ishin plot me rrëfime ankthi. Data, orare, përshkrime të abuzimeve emocionale, rrëfime për manipulimin e ilaçeve, për kërcënimet e fshehta, për izolimin e detyruar. Ishte një provë e pakundërshtueshme. Por Anila e dinte se I duhej më shumë. I duhej diçka e parefuzueshme. Ishte atëherë që I telefonoi Luani. Zëri I tij ishte I çuditshëm, I tensionuar. Motër, ndodhi diçka e çuditshme sot. Çfarë, Luan? Një tip më ndaloi në rrugë. Tha se do të më paguante një shumë të mirë parash nëse të bindja ty të lije këtë punë të re. U friksova, nuk pranova asgjë. Por mu duk e çuditshme. Cilët janë këta njerëz, Anila? Anila ndjeu tokën t'i hapej nën këmbë. Dikush po përpiqej ta largonte. Dikush e dinte se ajo po zbulonte shumë gjëra. Qëndro larg, Luan. Mos prano para nga askush, mos fol me askën. Do ta zgjidh unë këtë. Po çfarë po ndodh? Ende nuk e di me siguri. Por është diçka e madhe. Shumë e madhe. Atë natë, Anila mezi arriti të flinte në dhomën e shërbëtores që ishte caktuar. Me çdo zhurmë, zemra I rrite fort. E dinte se po hynte në territor të rrezikshëm, por nuk mund të tërhiqej tani. Zonja Elena kishte nevojë për të. Dhe Anila, që kishte kaluar gjithë jetën duke u sakrifikuar për të tjerët, më në fund kishte gjetur një kauzë për të cilën ia vlente të luftonte. Të nesërmen, ndërsa pastronte një lavanderi të harruar në pjesën e pasme të shtëpisë, Anila gjeti një kuti kartoni të pluhurosur. Brenda, një zarf I zverdhur I adresuar Robert Berishës me dërgues anonim. Brenda zarfit, një USB. Me duar që I dridheshin, Anila mori USB-n dhe e fshehu në xhep. Duhej të zbulonte se çfarë kishte aty. Por e dinte se nuk mund të përdorte asnjë kompjuter të shtëpisë. Duhej të priste deri në ditën e pushimit. Kur Besa hyri në lavanderi disa minuta më vonë, Anila ishte me leckën në dorë, duke u shtirur se pastronte raftet. Çfarë po bën këtu? Po pastroj, zonje. Ju kërkuat që ta rregulloja. Besa e shikoi me dyshim, por nuk tha asgjë. Vetëm u kthye dhe doli, duke e lënë Anilën vetëm me zemrën ende të përshpejtuar. Ditët në vijim ishin të një tensioni në rritje. Anila vazhdonte të kujdesej për Elenën, tani me edhe më shumë përkushtim. E moshuara ishte dukshëm më mirë, më e fortë, më e kthjellët. Dhe kjo nuk kaloi pa u vënë re. Besa filloi ta vëzhgonte Anilën me sy grabitqari. Bënte pyetje delikate, shfaqej në dhomë pa paralajmërim, rishikonte oraret e ilaçeve. Rrethi po ngushtohej.
Dhe pastaj, në një natë korriku me shi, gjithçka u shem. Anila kishte arritur të shite përmbajtjen e USB-s në celularin e Luanit gjatë ditës së saj të pushimit. Ishin regjistrime audio. Biseda të regjistruara mes Besës dhe mjekut. Diskutime për ndryshimin e dozave, për falsifikimin e dokumenteve, për kërcënimin e punonjësve që bënin shumë pyetje. Kishte gjithashtu regjistrime të transfertave bankare të dyshimta, fatura false, gjithçka e organizuar me përpikmëri nga dikush që qartësisht donte të ekspozonte të vërtetën. E vendosur të përballej me Besën me provat, Anila u kthye në vilë atë natë. Pritit që të gjithë të flinin dhe zbriti në zyrën në katin e parë. Dera ishte gjysmë e hapur. Me zemrën në gryk, Anila hyri. Zyra ishte luksoze, me rafte prej druri mahagoni, një tavolinë të madhe dhe piktura të shtrenjta në mure. Anila hapi sirtarët një nga një, duke kërkuar dokumente, çdo gjë që mund të vërtetonte atë që ishte në regjistrime. Dhe gjeti. Receta mjekësore të falsifikuara. Dokumente për nxjerrjen të paftë me ndërish tashmë të hartuara, duke pritur vetëm në nënshkrimin përfundimtar të një gjykatësi. Draft prokura që do t'i jepnin pushtet të plot Besës mbi pasuritë e Elenës. Ishte gjithçka e vërtetë. Gjithçka. Anila po fotografonte dokumentet me celularin kur dëgjoi zërin pas saj. Çfarë mendon se po bën? Besa ishte në këmbë të dera, me një robdishan mëndafshi dhe një shprehje të akullt në fytyrë. Pranë saj, 2 roje sigurie me uniform. Anila u përpoq të shpjegonte, u përpoq të fliste për Elenën, për provat, por Besa nuk donte të dëgjonte. E akuzoi për vjedhje, për shkelje të privatësisë, për spionazh. Rojet e kapën nga krahët dhe e tërhoqën zvarr jashtë zyrës. Ti nuk e di me kë je ngatëruar, vajzë. Dil nga shtëpia ime tani, para se të thëras policin dhe të shkatërroj ty dhe vëllaçkon tën. Anila u dëbua në mes të natës, në shiun e rrëmbyer, me çantën e hedhur në trotuarin e lagur. Dridhej, jo nga i ftohti, por nga zemërimi dhe pafuqia. Por ajo ende kishte USB-n. Ende kishte fotot e dokumenteve. Dhe tani, më shumë se kur, ishte e vendosur të bënte drejtësi. U kthye në shtëpi e qullur, gjeti Luanin zgjuar, të shqetësuar. I tregoi gjithçka. I tregoi provat. Dhe së bashku, vendosën se nuk mund të hiqnin dorë. Kaluan 3 ditë. 3 ditë ankthi, pritjeje, pasigurie. Anila u përpoq të telefononte numrin e Robert Berishës që Elena i kishte përmendur, por numri ishte gjithmonë i zënë ose i kalonte direkt në sekretarinë telefonike. Deri kur, në mëngjesin e ditës së tretë, telefoni i Anilës ra. Ishte një numër i panjohur. Alo? Zëri në anën tjetër ishte i dobët, pothuajse një pëshpërim. Anila, unë jam. Klara. Banakierja e shtëpisë. Anila e kujtoi atë. Një vajzë e re, e ndrojtur, që punonte në kuzhinë. Klara, çfarë ndodhi? Më pushuan nga puna. Thanë se dija shumë. Por para se të ikja, arrita të merrja celularin e zonjës Elena. Ajo është shumë keq, Anila. Ja kanë rritur dozën e ilaçeve. Ajo pothuajse nuk zgjohet më. Unë mendoj se do t'i bëjnë diçka më të keqe. Anila ndjeu panikun ta pushtonte. Ku je? E fshehur. Kam frikë. Por telefonova sepse mendova se duhej ta dije. Zonja Elena pyeti për ty para se t'i binte të fikët. Klara, a mund t'i telefonosh djalit të saj? A mund të lajmërosh dik? U përpoqa. Por numri që kam nuk funksionon. Mendoj se ajo ka dhënë një numër të rrem. Anila mbylli telefonin dhe shikoi Luanin. Duhet të kthehemi atje. Tani. Luani tundi kokën. Motër, është e rrezikshme. Mund të arrestojnë, mund të lëndojnë. Nuk mund ta lë të vdes, Luan. Nuk mundem. Dhe kështu, atë natë, Anila dhe Luani u kthyen në zonën e liçenit artificial. Kërcyen murin e pasëm të vilës, hyn nga lavanderia. Shtëpia ishte e heshtur, por kishte dritë të ndezur në katin e dytë. U ngjitën shkallëve në heshtje. Kur arritën në dhomën e Elenës, e gjetën derën të mbyllur. Luani e detyroi bravën me një vegël që kishte sjell. Dera u hap. Elena ishte shtrirë, e zbeth, buzët të purpurta, frymëmarrja e dobët dhe e parregull.
Anila vrapoj drejt saj, i mbajti fytyrën, i thiri emrin. Zonja Elena, duroni. Do t'ju nxjerrim prej këtu. Por ishte atëherë që dëgjuan hapa në korridor. Besa u shfaqte dera, këtë herë e shoqëruar nga 2 roje sigurie shumë më të mëdhenj. Ju keni hyrë në shtëpinë time. Ky është krim. Anila u vendos para Elenës. Unë thira ambulancën. Ajo ka nevojë për ndihmë. Ti nuk do të bësh asgjë. Por Anila tashmë e kishte shtypur butonin. Dhe në minutat në vijim, ndërsa Besa bërtiste dhe rojet përpiqeshin t'i friksonin, sirenat filluan të bënin jehon në rrugë. Ambulanca mbërriti. Paramjekët hynë, vlerësuan Elenën dhe e morën me urgjencë. Besa u përpoq t'i ndalonte, duke pretenduar se ishte përgjegjësia ligjore, por Anila u tregoi profesionistëve të shëndetësisë fotot e dokumenteve, u shpjegoi situatën. Ata vendosën ta merrnin pacienten gjithsesi, përpara gravitetit të gjendjes. Anila dhe Luani u shoqëruan jashtë pronës nga policia që mbërriti menjëherë pas. Dhanë dëshmin, dorëzuan provat fillestare. Por e dinin se ai ishte vetëm fillimi. Zonja Elena ishte e shpëtuar. Por betejë për drejtësi sapo kishte filluar. Qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë ishte e heshtur atë agim. Anila ecte sa andej këtej në korridorin e reanimacionit me sytë e kuq nga lodhja dhe shqetësimi. Luani ishte ulur në një karrige plastike të fortë, me kokën mbështetur në mur, duke u përpjekur të pushonte, por pa mundur. Ishte pothuajse ora 4 e mëngjesit kur mjeku më në fund doli nga dyert e 2 fishta, duke hequr maskën kirurgjikale nga fytyra. Anila u ngrit menjëherë, me zemrën që i rrite fort. Doktor, si është ajo? Mjeku, një burr në moshë të mesme me radhë të zinj poshtë syve, pëshertiu para se të përgjigjej. Ajo është stabile, por gjendja është e rëndë. Gjetëm nivele teje të larta qetësuesish në gjakun e saj, përveç shenjave të qarta të kequshyrjes dhe dehidratimit të rëndë. Sikur të kishit vonuar edhe disa orë për ta sjellë, ndoshta nuk do të kishim arritur ta përmbysnim situatën. Anila ndjeu lotët që donin t'i shpëtonin, por u përmbaj. A do të shërohet? Me trajtimin e duhur, po. Por do të duhet kohë. Dhe do të ketë nevojë për operacion. Ka një bllokim intestinal që duhet korrigjuar urgjentisht. Pa operacion, prognoza është shumë e keqe. Atëherë bëjeni operacionin. Mjeku hezitoi. Nuk është kaq e thjeshtë. Kemi nevojë për autorizimin e një përgjegjësi ligjor. U përpoqëm të kontaktojmë djalin, por nuk ja dolëm. Dhe nusja e saj, e cila prezantohet si përgjegjëse, por refuzon të autorizojë çdo procedurë. Anila ndjeu gjakun t'i vlonte. Ajo nuk mund ta bëj këtë. Zonja Elena do të përkeqësohet. E di. Por ligjërisht duart i kam të lidhura. Përveç nëse arrijmë të kontaktojmë djalin ose nëse ka një ndërhyrje gjyqësore, nuk mund të operoj. Anila doli nga spitali me një vendosmëri të përtërirë. Nuk mjaftonte vetëm të kishte prova. Duhej të arrinte te Robert Berisha, djali i Elenës, dhe ta bënte atë të dinte gjithçka. Por si ta gjente? Besa kontrollonte të gjitha format e komunikimit. Numri që Elena i kishte dhënë nuk funksiononte. Dhe koha po mbaronte. Ishte Luani ai që pati iden. Motër, e mban mend banakjeren? Klarën? Ajo punonte atje prej vitesh. Ndoshta ajo di diçka që ne nuk e dim. Anila mori telefonin dhe i telefonoi numrit të Klarës. Vajza u përgjigj në zilen e tretë, me zë të frikësuar. Alo? Klara, është Anila. Kam nevojë për ndihmën tënde. Duhet të gjej Robert Berishën, djalin e zonjës Elena. Ke ndonjë informacion? Çfarë do? Pati një heshtje në anën tjetër. Pastaj, Klara foli me zë të ulët. Ka diçka. Njëherë pash kuzhinieren, zonjën Irena, duke biseduar me zonjën Elena. Ato ishin të afërta. Zonja Irena punon atje prej më shumë se 20 vjetësh. Nëse dikush di si të flas me Robertin, është ajo. E ke kontaktin e saj? E kam. Por ajo ka frikë. Frikë se mos humbet punën, frikë nga shefja. Nuk e di nëse do të doj të ndihmoj. Provo për mua, Klara. Të lutem. Jeta e zonjës Elena varet nga kjo. Disa orë më vonë, telefoni i Anilës ra.
Ishte një numër i panjohur. Alo? Zëri në anën tjetër ishte i pjekur, i lodhur. Unë quhem Irena. Klara më tregoi se çfarë po ndodh. Unë punoj në shtëpinë e Berishave prej shumë vitesh. Kam parë shumë gjëra. Gjëra që askush nuk duhet t'i shoh. Zonja Irena duhet të flas me Robertin. Nëna e tij është në spital, ka nevojë për operacion urgjent dhe Besa po pengon gjithçka. E di. Ajo grua është djalli në formë njeriu. Kur ajo hyri në atë shtëpi, gjithçka ndryshoi. Roberti është një burr i mirë, por është i verbër. Ajo e manipulon në një mënyrë që të vjen keq. A e dini si mund të flas me të? Irena hezitoi. E di. Por është e rrezikshme. Nëse ajo zbulon se unë ndihmova, do të humbas gjithçka. Kam një vajzë në fakultet, fatura për të paguar. E kuptoj, zonja Irena. Por ju jeni shpresa e vetme që ka zonja Elena. Pati një tjetër heshtje. Pastaj Irena foli. Ka një kuti në dhomën e zonjës Elena. Një kuti druri e vjetër, e fshehur pas një muri të rrem, pranë garderobës. Brenda asaj kutie ka një kasafort të vogël. Kodi është ditëlindja e Robertit, 031173. Brenda kasafortës ka dokumente të rëndësishme dhe një letër me numrin e tij personal, numrin e vërtet që ai e përdor vetëm për emergjenca. Zonja Elena e ka ruajtur këtë para se të mbetej e mbyllur në dhomë. Si do të hyjë në shtëpi? Më dëbuan. Unë mund të ndihmoj. Nesër pasdite, shefja do të shkojë në një event bamirësie. Ajo shkon gjithmonë. Është e vetmja herë që shtëpia është më e zbrazët. Do ta lë derën e kuzhinës të hapur. Por duhet të jesh e shpejtë. Rojet e sigurisë ende bëjnë roje. Anila e falenderoi me zërin e mbytur. Të nesërmen, saktësisht në orën 3 pasdite, ajo dhe Luani ishin përsëri në zonën e liçenit artificial. Zemra e Anilës rrite aq fort sa dukej se do t'i dilte nga kraharori. Hyn nga dera e kuzhinës, siç kishte premtuar Irena. Kuzhinierja ishte aty duke përgatitur diçka në sobë, por bëri një gjest të heshtur duke treguar shkallët. Shpejt. Ajo kthehet pas 2 orësh. Anila u ngjit me vrap, Luani menjëherë pas. Hyn në dhomën e Elenës, tani bosh dhe edhe më e trisht pa praninë e të moshuarës. Anila shkoi drejt e te garderoba, duke kërkuar murin e rrem. Ju deshën disa minuta derisa e gjeti. Ishte një panel druri që lëvizte kur shtypej në këndin e duhur. Pas tij, e futur në mur, ishte një kuti e vogël druri e gdhendur. Anila e tërhoqi me kujdes dhe e hapi. Brenda, një kasafort digjitale. Shtypi kodin që i kishte dhënë Irena. Kasaforta lëshoi një tingull dhe u hap. Aty brenda ishte një thesar të vërtetash. Letra të vjetra, dokumente origjinale të familjes, kopje testamentesh, fotografi të zverdhura. Dhe, më e rëndësishmja, një zarf i bardhë me shkrimin e dridhur të Elenës, për djalin tim Robert, nëse diçka ndodh me mua. Anila hapi zarfin. Brenda, 2 fletë të shkruara me dorë ku Elena përshkruante gjithçka. Abuzimet, manipulimin, kërcënimet, ndryshimet në ilaçe. Dhe në fund, një numër telefoni me kodin e vendit të Gjermanisë. Ajo mori celularin me duart që i dridheshin dhe formoi numrin. Ra 1 herë. 2 herë. 3. Pastaj një zë mashkullor i lodhur u përgjigj në shqip me një theks të lehtë të huaj. Alo? Anila mori frym thellë. Zoti Robert Berisha? Po, kush flet? Unë quhem Anila Hoxha. Unë jam kujdesur për nënën tuaj. Zotëri, ju duhet të dini diçka shumë të rëndë. Nëna juaj është në spital, në gjendje të rëndë, dhe gruaja juaj po e pengon atë të marrë trajtimin e nevojshëm. Pati një heshtje në anën tjetër. Çfarë? Si kështu? Unë fola me nënën time dje. Ajo tha se ishte mirë, vetëm e lodhur. Nuk ishte nëna juaj që u përgjigj, zoti Robert. Ishte gruaja juaj. Ajo po përdor celularin e zonjes Elena, duke u shtirur si ajo, duke ju mbajtur të mashtruar për gjendjen e saj të vërtetë. Kjo është absurde. Kush mendon se je ti që bën një akuzë të tillë? Anila ndje urgjencën t'i shtrëngonte gjoksin. Zotëri, unë kam prova. Regjistrime audio, dokumente, ditarin e nënës suaj.
Gjithçka. Gruaja juaj po e drogon zonjën Elena, po e mban të burgosur, po planifikon ta nxjerrë të pafundërisht dhe të marrë kontrollin e pasurive të familjes. Ju duhet të ktheheni në Shqipëri. Tani. Zëri i Robertit u lëkun. Prova? Çfarë lloj provash? Anila filloi të përshkruante gjithçka me shpejtësi. Regjistrimet audio nga USB-ja, bisedat mes Besës dhe mjekut, dokumentet e falsifikuara, kutinë e fshehur, gjendjen e mjerueshme në të cilën ishte Elena kur u dërgua në spital. Ajo foli pa ndalur, me dëshpërim, duke e ditur se ajo ishte e vetmja shans. Roberti heshti për sekonda të gjata. Anila mund të dëgjonte frymëmarrjen e tij të rëndë, tronditjen që po përpunoi. Më në fund, ai foli, me zërin e thyrë. Nëna ime me të vërtet është në spital? Po, zotëri. Në qësut. Dhe ajo ka nevojë për operacion urgjent. Por gruaja juaj, si përgjegjëse ligjore, po refuzon të autorizoj. Zonja Elena do të përkeqësohet nëse nuk bëhet asgjë. O Zot! Unë i besova asaj. I besova plotësisht. Si munda të jem kaq i verbër? Ju nuk kishit si ta dini. Ajo është shumë inteligjente. Shumë llogaritëse. Roberti mori frymë thellë. Unë do të kthehem. Do të marr fluturimin e parë. Por kam nevojë për ato prova. Të gjitha. A mund të mi dërgosh? Po. Do t'ju dërgoj gjithçka tani me email. Dhe Anila, edhe diçka. Unë nuk mund të kthehem si Roberti. Nëse ajo e di se jam në Shqipëri, do të shkatërroj gjithçka, do të zhduk provat, do të kërcënoj dëshmitarët. Duhet të arrij pa u vënë re. Duhet të shoh me sytë e mi se çfarë po ndodh në shtëpinë time. Anila e kuptoi menjëherë. A keni ndonjë ide se si ta bëni këtë? Kam. Kompania ka kontratë me një ofrues shërbimesh të mirëmbajtjes elektrike. Ata hyjnë dhe dalin nga shtëpia shpesh. Besa as nuk i shikon këta punonjës. Ajo i trajton si të padukshëm. Do të shtirem si njëri prej tyre. Anila ndjeu një fije shprese. Kjo mund të funksionojë. Do të organizoj gjithçka prej këtu. Duhet të duhen rreth 2 ditë derisa të arrijë. Ndërkohë, kam nevojë që ti të mbash një sy te spitali. Mos lejo të bëjnë asgjë me nënën time. Do të siguroj një urdhër gjyqësor për të marrë përgjegjësinë ligjore të saj përkohësisht. Kam avokat që mund ta bëjnë këtë shpejt. Lëre në dorën time. Do të qëndroj me të. Dhe Anila, faleminderit. Faleminderit që nuk hoqe dorë nga nëna ime kur do të ishte kaq e lehtë thjesht të injoroje. Anila mbylli telefonin me lot në sy. Pranë saj, luani buzëqeshi. Ja dolëm, motër. Ja dolëm. Ata dolën nga vila në të njëjtën mënyrë si hynë, të shpejtë dhe diskret. Irena i priste në kuzhinë. Ja dolët? Po. Ai po kthehet. Dhe do të bëj drejtësi. Irena mbylli sytë dhe murmuriti një lutje të heshtur. Faleminderit Zotit. Ajo grua duhet të paguaj për atë që ka bërë. 2 ditët në vijim ishin një mal me emocione. Anila praktikisht jetoi në spital, duke fjetur në karrige të parehatshme, duke ngrënë çfarë mund të blinte në makinat automatike, por gjithmonë me syrin te Elena. E moshuara vazhdonte të ishte e qetësuar, por mjekët thoshin se po i përgjigjej mirë trajtimit fillestar. Operacioni, megjithatë, nuk mund të priste më. Besa u shfaq në spital 2 herë. Herën e parë, u përpoq të binte mjekët ta transferonin Elenën në një klinikë private, ku do të kishte më shumë kontroll. Mjekët, të alarmuar nga Anila dhe nga mospërputhjet në rast, refuzuan. Herën e dytë, Besa u përpoq të përballej drejt për drejt me Anilën. Ti vazhdon të futesh aty ku nuk të takon. Kjo do të përfundoj shumë keq për ty, Anila e shikoi pa frikë. E vetmja gjë që do të përfundoj keq është për atë që lëndoi një të moshuar të pambrojtur. Besa buzëqeshi, një buzëqeshje e akull. Ti nuk ke ide me kë je ngatëruar. Por unë kam. Dhe shumë shpejt, shumë njerëz do ta dinë gjithashtu. Besa doli e tërbuar, takat i bënin jehon në korridor. Anila e dinte se e kishte provokuar bishën, por nuk i bëhej vonë. Roberti ishte rrugës. Dhe me të, do të vinte e vërteta. Në ditën e tretë, në mëngjes, Anila mori një mesazh nga një numër i panjohur. Mbërrita.
po shkoj në shtëpi tani. Mbaj kontakt. Ishte Roberti. Anila e imagjinoi skenën. Një burr i pasur dhe i fuqishëm, i veshur me uniformë elektricisti, kask, mjekër false, duke qarkulluar nëpër shtëpinë e tij pa u njohur nga gruaja. Kishte diçka teatrale në këtë, por edhe drejtësi poetike. Roberti hyri në vil si Artani, elektricisti i elektroservisit, kompani që në fakt ofronte shërbime për rezidencën. Besa ishte në salon, në telefon, duke diskutuar diçka me Dik për procese gjyqësore. Ajo mezi e shikoi kur ai hyri. Mirëdita, zonjë. Erdha të verifikoj pjesën elektrike të katit të dytë. Po raportojmë paqëndrueshmëri. Besa bëri një gjest të shkujdesur me dorë, pa i ngritur as syt nga celulari. Bëj çfarë ke për të bërë dhe zhduku prej këtu. Roberti u ngjit shkallëve, zemra i rrite fort në gjoks. Çdo dhomë e asaj shtëpie ishte e njohur, por në të njëjtën kohë gjithçka dukej ndryshe. Kishte një ftohtësi, një ndjenjë shtypjeje që ai kur nuk e kishte vënë re më parë. Arriti në dhomën e nënës dhe ndjeu një shtrëngim në gjoks. Dhoma ishte bosh tani, por shenjat ishin të gjitha aty. Krevati pa çarçaf të pastër, era e mykut, perdet e rënda që bllokonin dritën, kutia e ilaçeve mbi komodin. Ai mori kutin dhe fotografoi etiketat. Pastaj hapi sirtarët dhe gjeti receta mjekësore. Fotografoi gjithçka. Zbriti përsëri dhe, me celularin e fshehur në dorë, filloi të regjistronte. Qarkulloi nëpër shtëpi, duke ushtirur se verifikonte prizat dhe siguresat, por në të vërtetë kapte biseda. Besa ishte përsëri në telefon, këtë herë me Dik që dukej se ishte doktor Agron Leka. Po, e di që është në spital. Por nuk autorizoi asnjë operacion. Sa më gjatë të qëndrojë e pafuqishme, aq më mirë për ne. Po, procesi i nxjerrjes së paaftëmendërisht është pothuajse gati. Mungon vetëm nënshkrimi i gjykatësit. Kur të dalë ai, gjithçka do të jetë në emrin tim. Ti do të marrësh pjesën tënde, mos u shqetëso. Roberti ndjeu të përzierat t'i ngjiteshin në fy. Ishte e vërtetë. Gjithçka që Anila kishte thënë ishte e vërtetë. Vazhdoi të regjistronte. Besa bëri edhe 2 telefonata të tjera. Në të parën, diskutonte me Dik për të paguar një ish punonjes që të heshte. Në të dytën, kërcënonte në mënyrë të fshehtë Dik që dukej se ishte një dëshmitar. Roberti doli nga shtëpia 2 orë më vonë, me celularin plot me regjistrime, foto dhe prova. Shkoi drejt në zyrën e avokatëve të tij në qendër të Tiranës. Vuri gjithçka mbi tavolinë dhe tha: "Dua këtë grua larg nënës sime. Dua që ajo të ndiqet penalisht. Dua drejtësi." Avokatët punuan shpejt. Brenda 48 orësh, kishin një urdhër gjyqësor që hiqte Besën si përgjegjëse ligjore të Elenës dhe transferonte të gjitha kompetencat te Roberti. Kishin gjithashtu një denoncim formal kundër saj dhe kundër doktor Agron Lekës për keqtrajtim, burgim të paligjshëm, falsifikim dokumentesh dhe përvetësim të paligjshëm. Roberti shkoi personalisht në spital për të autorizuar operacionin. Anila ishte aty, pranë shtratit të Elenës, kur ai hyri. Ajo e njohu menjëherë, edhe pa maskim. Ai ishte i gjatë, kishte të njëjtët sy të butë si të nënës, por tani ishin të kuq dhe të ënjtur. Anila, më në fund të njoh personalisht. Nuk di as si të falenderoj. Nuk ka nevojë të falenderoni. Bëra atë që çdo njeri duhet të bënte. Por ti rrezikove gjithçka. Sigurinë tënde, punën tënde, gjithçka. Për një person që as nuk e njihje. Anila shikoi Elenën, ende të përgjumur. E njihja. E njihja vuajtjen e saj. Dhe nuk mund ta injoroja. Roberti i mbajti dorën nënës dhe qau. U ul pranë krevatit dhe qëndroi aty në heshtje për minuta të gjata. Pastaj u kthye nga Anila. Operacioni do të bëhet nesër herët. Mjekët janë të sigurt. Ajo do të shërohet. Faleminderit Zotit. Dhe sa për Besën, do ta thëras për një takim. Në zyrën e shtëpisë. Dua ta përball personalisht. Dua që ajo të di se unë di gjithçka. Dhe dua që të paguaj për çdo sekond vuajtjeje që i ka shkaktuar nënës sime. Anila pohoi me kokë. Ishte koha që e vërteta të dilte në shesh. Ishte koha që drejtësia të vijej në vend. Të nesërmen, Elena u dërgua në operacion.
Anila dhe Roberti pritën së bashku në sallën e pritjes, duke pirë kafe të keqe nga makina, duke biseduar për jetën, për zgjedhjet, për pendimet. Roberti tregoi se si e kishte njohur Besën në një event biznesi, si ishte joshur nga eleganca dhe inteligjenca e saj, sikur nuk kishte dyshuar për qëllimet e vërteta. Ajo ishte kaq bindëse, kaq e përsosur. Dhe unë isha vetëm, i lodhur nga puna e madhe. Nëna ime u përpoq të më paralajmëronte në fillim, e di? Por unë nuk desha të dëgjoja. Mendova se ishte vetëm xhelozi e nënës, frikë se mos humbiste djalin. Sa gabim isha. Ju nuk mund ta dini. Njerëz të tillë janë specialistë në mashtrim. Por duhet të kisha kushtuar më shumë vëmendje. Duhet të kisha vizituar më shumë, telefonuar më shumë, dyshuar kur nëna ime filloi të dukej gjithmonë e lodhur në videotelefonata. Anila i vuri dorën në shpatull. E rëndësishme është që tani ju jeni këtu. Dhe do të bëni gjën e duhur. Operacioni zgjati 4 orë. Kur mjeku më në fund doli, ishte duke buzëqeshur. Shkoi gjithçka mirë. Arritëm të korrigjonim bllokimin. Ajo do të ketë nevojë për kujdes intensiv për disa ditë, por prognoza është e shkëlqyer. Roberti përqafoi Anilën, i lehtësuar. Luani, që kishte mbërritur pak më parë, gjithashtu festoi. Tani ishte koha për të larë hesapet me Besën. Roberti e caktoi takimin për të nesërmen në orën 10 të mëngjesit në zyrën e vilës. Tha vetëm se duhej të diskutonin çështje urgjente financiare. Besa mbërriti në orar, elegante si gjithmonë, por me një shprehje lehtësisht të tensionuar. Ajo e dinte se diçka nuk shkonte, por nuk e imagjinonte për masën e katastrofës që ishte gati të binte mbi të. Roberti ishte ulur pas tavolinës, serioz. Pranë tij, 2 avokat dhe një përmbarues gjyqësor. Mbi tavolinë grumbuj dokumentesh, një laptop i hapur dhe një regjistrues. Besa hyri dhe ndaloi, syt i shëtitën nëpër dhomë. Çfarë është kjo, Robert? Mendoja se ishe ende në Gjermani. U ktheva para 3 ditësh. Dhe zbulova shumë gjëra interesante. Toni i zërit të tij ishte therrës, i kontrolluar. Besa ul ngadalë, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Për çfarë po flet? Roberti hapi laptopin dhe e ktheu ekranin drejt saj. Filloi të luante regjistrimet audio nga USB-ja. Bisedat me mjekun. Diskutimet për dozat. Kërcënimet ndaj punonjësve. Besa u zbe. Nga e ke marrë këtë? Nga dikush që kujdeset për nënën time më shumë se nusja e saj. Dikush që pati guximin të rrezikonte gjithçka për të bërë atë që është e drejtë. Ai pastaj i tregoi fotot e dokumenteve të falsifikuara, regjistrimet që ai vetë kishte bërë në shtëpi, recetat mjekësore të ndryshuara. I grumbulloi të gjitha para saj, një nga një, si letra në një lojë pokeri ku ai kishte dorën fituese. Besa u përpoq të mbrojej, u përpoq të pretendonte se gjithçka ishte një keqkuptim, se po kujdesej vetëm për vjerën, se punonjësit po gënjenin. Por Roberti nuk i la hapësirë. Ti e mbajte nënën time të burgosur, të droguar, të izoluar. U përgjigje mesazheve të mia duke u shtirur si ajo. Planifikove ta nxirrje të paaftëmendërisht për të vjedhur atë që është e saj. Dhe pothuajse e çove drejt vdekjes. Besa u ngrit, e tërbuar. Ti nuk mund të provosh asgjë nga këto. Mundem. Dhe tashmë e kam provuar. Ka një urdhër gjyqësor që të largon nga çdo vendim për nënën time. Ka një proces penal që po ngrihet kundër teje për keqtrajtim, burgim të palishëm dhe mashtrim. Dhe ka gjithashtu një proces divorci që po protokollohet sot. Fytyra e Besës u shtrembërua. Një përzierje zemërimi, frike dhe dëshpërimi. Ti nuk do ta bësh këtë. Tashmë e kam bërë. Avokatët i dorëzuan dokumentet. Njoftime gjyqësore, kërkesa për largim, kushtet e divorcit. Gjithçka zyrtare, e vulosur, e nënshkruar. Besa u përpoq të argumentonte, u përpoq të kërcënonte, por e kuptoi se ishte në kurth. U ngrit, mori dokumentet dhe doli nga dhoma pa thënë asgjë tjetër, takat i bënin njehon në korridor si të shtëna. Roberti mbeti aty, ulur, duke marrë frym thellë. Dridhej, jo nga frika, por nga zemërimi i përmbajtur. Ju deshën disa minuta për t'u përmbledhur. Një nga avokatët i vuri dorën në shpatull. Bëre gjën e duhur. Shpresoj.
Shpresoj që nëna ime të arrijë të shërohet nga e gjithë kjo. Do të arrijë. Dhe këtë herë do të ketë ty pranë. Atë pasdite, Roberti shkoi në spital. Elena ishte tashmë zgjuar, ende e dobët, por e vetëdijshme. Kur pa djalin të hynte në dhomë, sytë e saj u mbushën me lodh. Djali im. U ktheve. Roberti u gjunjëzua pranë krevatit, I mbajti dorën dhe qau. Më fal, mami. Më fal që nuk e kuptova. Që nuk isha këtu. Që lash të bënin këtë. Elena I përkëdheli fytyrën. Ti nuk e dije, biri im. Ajo ishte shumë dinake. Por tani ti je këtu. Dhe gjithçka është mirë. Anila vëzhgonte nga dera, diskrete e emocionuar. Luani ishte pranë saj, gjithashtu me sy të lagur. Roberti u kthye nga ajo. Anila, eja këtu. Ajo u afrua, e ndrojtur. Nëna ime më tregoi gjithçka. Tregoi se si u kujdese për të, si rrezikove gjithçka, si nuk hoqe dorë edhe kur të dëbuan dhe të kërcënuan. Nuk kam fjalë për të falënderuar. Bëra vetëm atë që ishte e drejtë. Elena I mbajti dorën Anilës. Ti më shpëtove, bia ime. Më dhe një shans të dytë për të jetuar. Dhe për këtë, dua të bëj një propozim. Dua që ti të jesh shoqëruesja zyrtare e nënës sime. Me pagë të denjë, banim, gjithçka. Ti dhe vëllai yt mund të transferoheni në vilë. Ju meritoni një jetë më të mirë. Anila shikoi Luanin, I cili buzëqeshte. Shikoi Elenën, e cila pohonte me kokë. Shikoi Robertin, I cili e vëzhgonte me mirënjohje të sinqertë. Pranoi. Dhe kështu, në atë dhomë spitali, mes lotësh dhe buzëqeshjesh, filloi një histori e re. Një histori rifillimesh, drejtësie, njerëzish të mirë që nuk heqin dorë edhe kur gjithçka duket e humbur. Një histori dashurie, jo ende romantike, por dashurie për njerëzimin, për dëmshurinë, për guximin për të bërë atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë. Dhe Anila, punonjësja e shtëpisë që jetonte duke u sakrifikuar për të tjerët, më në fund gjeti një vend ku vlerësohej, respektohej dhe dashurohej. Një vend ku mund të kujdesej, më në fund, edhe për veten. Muajt që pasuan ishin të një transformimi të thellë. Vila në zonën e liçenit artificial, që më parë merrte frymë shtypjeje dhe ftohtësie, filloi të merrte jetë përsëri. Perdet e rënda u zëvendësuan me pëlhura të lehta që lejonin dritën e diellit të pushtonte dhoma. Dritaret qëndronin të hapura, duke sjell ajrin e freskët dhe këngën e zogjve të kopshtit. Elena, e cila kishte kaluar kaq shumë kohë e mbyllur në atë dhomë të errët, tani ecte nëpër korridore me hapa të ngadaltë, por të sigurt, mbështetur herë te Anila, herë te Roberti. Anila dhe Luani u transferuan në vilë në një pasdite gushti. Ata sollën pak gjëra, vetëm ato thelbësore të grumbulluara në vite jete modeste. Anila mori një dhomë të gjerë në katin e dytë, pranë asaj të Elenës, me një krevat të rehatshëm, një garderobë të vjetër prej druri masiv dhe një dritare që shikonte nga kopshti. Luani u vendos në një dhomë tjetër në të njëjtin korridor, më të vogël, por komode, me një tavolinë shkrimi ku mund të studionte. Ai ishte regjistruar në një kurs teknik mekanike, I inkurajuar nga Roberti, I cili donte ta ndihmonte djalin të ndërtonte një të ardhme më të mirë. Rutina në shtëpi ndryshoi plotësisht. Irena, kuzhinierja që kishte rrezikuar kaq shumë për të ndihmuar, u promovua në governante, me rritje rroge dhe autonomi të plot për të punësuar dhe menaxhuar stafin shtëpiak. Ajo zgjodhi njerëz të besuar, profesionistë që e trajtonin punën me dinjitet dhe që respektonin punëdhënësit, por gjithashtu respektoheshin prej tyre. Elena shërohej dita ditës. Operacioni kishte qenë një sukses dhe me kujdesin e duhur, ushqim të ekuilibruar dhe, kryesisht, pa ilaçet e tepërta që e mbanin të droguar, ajo u kthye të ishte gruaja e fortë dhe e kthjellët që kishte qenë gjithmonë. Anila shoqëronte çdo hap të këtij shërimi, duke ndihmuar në ushtrimet fizike të rekomanduara nga fizioterapistët, duke biseduar me orë të tëra për jetën, për ëndrat, për të kaluarën dhe të ardhmen. Të dyja zhvilluan një lidhje të thellë. Elena shite te Anila vajzën që kur nuk e kishte pasur, dhe Anila shite te Elena figurën amësore që e kishte humbur kaq herët. Ato kalonin pasditet në kopsht, ulur nën hijen e një mani shekullor, duke pirë çaj dhe duke ndarë histori. Elena tregonte për rinin e saj, për si e kishte njohur burrin, tashmë të ndjer prej 10 vjetësh, për si e kishin ndërtuar atë pasuri me punë të ndershme dhe për kushtim.
Anila, nga ana e saj, fliste për fëmijërinë e thjeshtë, për prindërit që ikën shumë herët, për sakrificat që bëri për Luanin. Zemra jote është shumë e madhe, Anila. Shumë e madhe për këtë botë ndonjëherë kaq mizore. Anila buzëqeshi, duke përzier sheqerin në çaj. Mësova se duhet të bëjmë të mirën, zonja Elena. Qoftë edhe vetëm për një person. Bën ndryshim. Bëri të gjithë ndryshimin në jetën time, bia ime. Ti më dhe shpresë kur nuk kisha më asnjë. Roberti i vëzhgonte këto biseda nga larg, shpesh nga dritarja e zyrës së tij. Kishte diçka te Anila që e prekte thellësisht. Nuk ishte vetëm mirënjohja që i kishte shpëtuar nënën, megjithse kjo ishte e pamas. Ishte mënyra se si ajo kujdesej sinqerisht për njerëzit, si e trajtonte Elenën me dashuri dhe durim, si e inkurajonte Luanin të studionte dhe të ëndërronte, si bisedonte me Irenën dhe punonjësit e tjerë sikur të ishin miq. Anila kishte një dritë të vetën, një mirësi që nuk ishte e shtirur apo me interes. Ishte e vërtet, e pastër, e rrallë. Ai filloi të kërkonte justifikime për të qenë pranë saj. Pyeste për shëndetin e Elenës, për si kishte qenë dita, nëse kishin nevojë për diçka. Në fillim, Anila përgjigjej formalisht, duke mbajtur distancën respektuese mes punëdhënësit dhe punonjëses. Por me kalimin e kohës, bisedat u bën më të natyrshme, më të gjata, më intime. Një natë shtatori, Roberti mbërriti në shtëpi vonë, i lodhur nga takimet e pafundme. Gjeti Anilën në kuzhinë, duke përgatitur një çaj kamomili. Ajo e kishte vënë Elenën të flinte dhe nuk e zinte gjumi. Ende zgjuar? Ka kaluar mesnata. Anila u tremb, duke u kthyer shpejt. Ah, zoti Robert. Nuk e prisja të mbërrije kaq vonë. Dëshiron një çaj? Sapo e bëra. Dua, po. Dhe të lutem, mund të më quash vetëm Robert. Kjo puna e Zotit më bën të ndihem i vjetër. Ajo buzëqeshi, duke marrë një filxhan tjetër. Në rregull, Robert. Ata u ulën në tryezën e kuzhinës, në dritën e butë të llambës së varur. Shtëpia ishte e heshtur, vetëm tiktaku i orës në mur dhe zhurma e largët e makinave në bulevard. Si ishte dita? Nëna ime është mirë? Është shkëlqyeshëm. Sot eci deri te porta e kopshtit pa ndihmë. Ishte emocionuese të shihej gëzimin në fytyrën e saj. Roberti buzëqeshi, duke përzier çajin. Ajo ka ndryshuar kaq shumë. Është kthyer të jetë kush ishte më parë. Fal teje. Fal Zotit dhe mjekëve gjithashtu. Jo, Anila. Fal teje. Ti nuk kishe nevojë të bëje asgjë. Mund të kishe pranuar thjesht parat, të bëje punën tënde dhe të ikje. Por zgjodhe të kujdeseshe. Zgjodhe të rrezikoje gjithçka. Anila uli syt. Nuk do të mund të jetoja me veten time nëse do ta kisha injoruar vuajtjen e saj. Dhe prandaj ti je e veçantë. Ti ke diçka që shumë njerëz e kanë humbur, empati të vërtetë. Pati një heshtje të rehatshme. Roberti e vëzhgonte, duke vënë re për herë të parë detajet e fytyrës së saj. Sytë e ndershëm ngjyrë kafe, duart e kallojzuara nga puna, shpreha e qetë. Kishte një bukuri aty, jo bukuria artificiale dhe llogaritse e besës, por diçka e vërtet, natyrale. Anila, a mund të bëj një pyetje personale? Ajo ngriti sytë. Sigurisht. A ke menduar ndonjëherë të bësh diçka tjetër? Të studiosh, të ndjekësh një karrierë tjetër? Anila pshertiu. Kam menduar. Gjithmonë kam menduar. Por pasi prindërit e mi ikën, mu desh të merrja përgjegjësi. Luani ishte shumë i vogël dhe dikush duhej të punonte. E lash shkollën në gjimnaz, fillova të bëja pastrime dhe kështu shkoj. Nuk pendohem, sepse u kujdesa për vëllain tim. Por ndonjëherë mendoj se çfarë mund të kishte qenë. Nuk është vonë, e di. Ti je ende e re. Mund të kthehesh në shkollë, të bësh çfarë të duash. Ndoshta një ditë. Për momentin, jam e lumtur këtu. Duke u kujdesur për zonjën Elena, duke parë vëllain tim të rritet. Është më shumë se sa prisja nga jeta. Roberti ndjeu një val emocionesh. Kishte kaq shumë dinjitet të ajo grua, kaq shumë forcë të heshtur. Ai kishte njohur kaq shumë njerëz gjatë jetës, njerëz të pasur, të fuqishëm, me ndikim, por pak kishin pasurinë e karakterit që posedonte Anila. Javët kaluan dhe afërsia mes tyre rritej.
Roberti filloi të drekonte në shtëpi më shpesh, duke u ulur në tryez me Elenën, Anilën dhe Luanin. Vaktet ishin të gëzueshme, me biseda për gjithçka, nga politikat e futbolli. Luani dhe Roberti zhvilluan një miqësi të papritur me biznesmenin që ofronte këshilla për karrierën dhe jetën, dhe të riun që sillte një perspektivë të freskët dhe të ndershme për botën. Elena vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje në fytyrë. Ajo shihte se çfarë po ndodhte mes djalit të saj dhe Anilës, shihte mënyrën se si ai e shikonte, si kërkonte shoqërinë e saj, si buzëqeshte kur ajo hynte në dhomë. Dhe shihte gjithashtu mënyrën se si Anila, edhe pse përpiqej të ruante qetësinë, fillonte të u përgjigjej atyre ndjenjave. Shikimet zgjasnin pak më shumë, buzëqeshjet ishin më të shpeshta, bisedat shtyheshin deri vonë në natë. Një pasdite tetori, Elena e thiri Anilën për një bisedë private në dhomën e saj. Ulu këtu, bia ime. Dua të bisedoj me ty për diçka. Anila u ul në koltukun pranë krevatit, kurioze. Po, zonja Elena? E ke vënë re që djali im është i interesuar për ty? Anila ndjeu fytyrën t'i skuqej. Zonja Elena, nuk e di për çfarë po flisni. Nuk ka nevojë të shtireshesh me mua, e dashur. Kam sy. Dhe kam përvojë. Unë shoh mënyrën se si ai të shikon ty dhe shoh gjithashtu mënyrën se si ti e shikon atë. Anila uli kokën. E di që nuk do të ishte e përshtatshme. Ai është shefi im, unë punoj këtu. Do të ishte e çuditshme, do të ishte e komplikuar. Marrëzi. Djali im është i lirë. Ti je e lirë. Dhe ju jeni dy njerëz të mrekullueshëm që respektoheni dhe admiroheni. Pse do të ishte gabim? Sepse unë vi nga një botë krejtësisht tjetër. Jam një punonjëse shtëpie, ai është një biznesmen i pasur. Njerëzit do të flasin, do të gjykojnë. Elena i mori dorën Anilës. Bia ime, kam mësuar në jetë se dashuria e vërtet është e rrallë. Shumë e rrallë. Dhe kur shfaqet, duhet ta kapim fort, pa marrë parasysh se çfarë thonë të tjerët. Roberti ishte i martuar me një grua që kishte gjithçka në letër, bukuri, arsim, klasë shoqërore. Dhe shiko se si përfundoi. Ajo ishte e kalbur nga brenda. Ti, përkundrazi, ke diçka që asnjë para nuk e blen, një zemër të mirë. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Anila ndjeu syt t'i mbusheshin me lodh. Po sikur të mos funksionoj? Po sikur unë të mos jem e mjaftueshme për të? Ti tashmë je më shumë se e mjaftueshme. Dhe ai e di këtë. Vetëm ka frikë të trembë, që ti të mos mendosh se po përfiton nga pozicioni. Por unë e njoh djalin tim. Ai të admiron me të vërtetë. Të respekton me të vërtetë. Jepini një shans vetes, Anila. Jepini një shans lumturisë. Atë natë, Anila nuk arriti të flinte. Rrotulloi në krevat duke menduar për fjalët e Elenës, duke menduar për Robertin, duke menduar për mundësinë e diçkaje që dukej kaq e pamundur. Ajo ishte mësuar të jetonte për të tjerët, të sakrifikonte dëshirat e saj. Ideja për të qenë e lumtur, për të dashuruar, i dukej pothuajse egoiste. Por në të njëjtën kohë, për herë të parë në shumë vite, ajo i lejoi vetes të ëndërronte. I lejoi vetes të imagjinonte një të ardhme tjetër, një të ardhme ku nuk ishte vetëm kujdestarja, motra, punonjësja, por thjesht Anila. Një grua me ëndra, me dëshira, me të drejtën për lumturi. Roberti, nga ana e tij, gjithashtu ishte i munduar nga ndjenja kontradiktore. Ai e dinte se po binte në dashuri me Anilën, por nuk dinte si ta trajtonte çështjen. Kishte frikë ta fyente, që ajo të mendonte se ai po ishte i papërshtatshëm, të shkatëronte marrëdhënien e besimit që kishin ndërtuar. Ishte Elena ajo që mori iniciativën për t'i bashkuar të dy. Në një natë nëntori, ajo u shtir se nuk ndihej mirë dhe u kërkoi Robertit dhe Anilës të qëndronin me të. Ata kaluan orë të tëra duke biseduar, të tre së bashku, për jetën, për të kaluarën, për planet e ardhshme. Dhe kur Elena më në fund tha se ishte më mirë dhe se do të flinte, ajo bëri çmos t'i linte vetëm në balkonin e dhomës, nën qiellin me yje të Tiranës. Roberti dhe Anila qëndruan aty në heshtje, duke vëzhguar qytetin e ndriçuar në distancë. Derisa Roberti më në fund gjeti guximin. Anila, a mund të them diçka? Ajo u kthye nga ai. Sigurisht. E di që kjo mund të duket e çuditshme dhe nëse do të më thuash të mbyll gojen, e kuptoj. Por duhet të jemi sinqert.
Këta muajt e fundit kanë qenë më të mirët e jetës sime. Dhe nuk është vetëm sepse nëna ime po shërohet. Është sepse ti je këtu. Ti solle dritë në këtë shtëpi. Solle gëzim, ngrohtësi, jetë. Dhe unë nuk mund t'i imagjinoj më ditët e mia pa ty në to. Anila ndjeu zemrën t'i rritë fort. Robert, nuk di çfarë të them. Nuk ka nevojë të thuash asgjë tani. Vetëm doja që ta dije. Doja që të dije se të admiroj pa mas, se të respektoj dhe se po filloj të ndjej diçka shumë të fortë për ty, diçka që nuk e kam ndjer prej shumë kohësh. Ndoshta kur nuk e kam ndjer me të vërtetë. Anila ndjeu lotët t'i rridhnin. Ajo kishte kaluar kaq shumë kohë duke i ruajtur ndjenjat e saj, duke u përpjekur të mbante distancën profesionale, saqë të dëgjonte këtë ishte në të njëjtën kohë çliruese dhe frikësuese. Edhe unë ndjej diçka, Robert. Kam frikë ta pranoj, kam frikë se është gabim, por e ndjej. Kur t'i arrin në shtëpi, dita ime bëhet më e mirë. Kur bisedojmë, ndihem e parë, e dëgjuar, e vlerësuar. Por kam kaq shumë frikë. Frikë se mos nuk jam e mjaftueshme, frikë se ndryshimet mes nesh janë shumë të mëdha. Roberti u afrua dhe i mbajti duar. Të vetmet ndryshime mes nesh janë ato që njerëzit e tjerë kanë krijuar. Unë nuk shoh një punonjëse shtëpie kur shikoj ty. Shoh një grua të pabesueshme, të fortë, guximtare, të mirë. Shoh dikë që më bën të dua të jem një person më i mirë. Dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi për mua. Anila e shikoi në sy dhe pa sinqeritet të pastër. Pa një burr që ishte mashtruar, lënduar, por që ende besonte në dashurinë e vërtetë. Pa dikë që e shihte për atë që ishte në të vërtetë, jo për atë që bënte. Dhe pastaj, në yjet e Tiranës, ata u puthën për herë të parë. Një puthje e butë, e ndrojtur, e ngarkuar me emocion dhe premtime. Një puthje që vulosi jo vetëm një romancë, por një partneritet të bazuar në respekt, admirim dhe dashuri të vërtetë. Nga dhoma, e fshehur pas perdes, Elena vëzhgonte me lot gëzimi në sy. Djali i saj më në fund kishte gjetur dikë që e donte për atë që ishte, jo për atë që kishte. Dhe Anila, vajza që i shpëtoi jetën, më në fund po i lejonte vetes të ishte e lumtur. Muajt në vijim ishin të një lidhjeje diskrete, por të lumtur. Roberti dhe Anila nuk e fshinin marrëdhënien, por as nuk e shpallnin me të madhe. Luani fillimisht u befasua, por pastaj e mbështeti plotësisht. Ai shihte se si motra e tij ishte ndryshe, më e lehtë, më e buzëqeshur, më e gjallë. Irena dhe punonjësit e tjerë gjithashtu festuan, të lumtur që shihnin dy njerëz të mirë të gjenin lumturinë së bashku. Roberti e çoi Anilën të njëjtë Tiranën në një mënyrë që ajo kur nuk e kishte provuar. Darka në restorante elegante, shëtitje në parkun e liçenit në muzikë, vizita në muze dhe teatro. Por momentet e preferuara të dyve ishin më të thjeshtat, të shihnin një film në shtëpi, të ecnin në kopsh dorë për dore, të bisedonin deri vonë për ëndrat dhe planet. Roberti e inkurajoi Anilën të kthehej në shkollë. I pagoi një kurs përgatitor që ajo të mbaronte gjimnazin dhe, më pas, e regjistroi në një fakultet të punës sociale. Anila kishte zbuluar një thirrje për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe donte ta transformonte këtë thirrje në profesion. Sa i përket procesit kundër besës, gjërat avancuan shpejt. Me të gjitha provat e paraqitura, ajo u dënua për keqtrajtim, falsifikim dokumentesh dhe përvetësim të paligjshëm. Doktor Agron Leka gjithashtu u ndëshkua, duke humbur licencën mjekësore dhe duke u përballur me proces penal. Besa u përpoq të negocionte, u përpoq të kërcënonte, por nuk pati sukses. Humbi gjithçka, shtëpinë, statusin, lirinë me kusht që ju vendos. Roberti kur nuk foli më me të. Divorci u finalizua pa u parë personalisht. Ai nuk ndjente zemërim, vetëm keqardhje. Keqardhje për dikë që kishte kaq shumë, por ishte kaq bosh nga brenda saqë duhej të shkatëronte të tjerët për t'u ndjerë e fuqishme. Në një pasdite dhjetori, pothuajse një vit pasi Anila kishte hyrë në atë vilë për herë të parë, Roberti e çoi përsëri në kopshtin e Manit, ku kishin ndodhur kaq shumë biseda të rëndësishme. Elena ishte aty, ulur në karrigen e saj të preferuar, duke buzëqeshur. Anila, ky vit ka qenë më i pabesueshëm i jetës sime. Ti më mësove se çfarë është guximi, çfarë është mirësia, çfarë është dashuria e vërtetë. Dhe unë nuk dua më asnjë ditë pa ty pranë meje. Ai u gjunjëzua, duke nxjerrë një kuti të vogël kadifeje nga xhepi. Martohu me mua, Anila.
Jo sepse shpëtove nënën time, jo sepse jam mirënjohës, por sepse ti je personi me të cilin dua të ndërtoj një jetë. Sepse të dua në një mënyrë që as nuk e dija se ishte e mundur. Anila shikoi kutin, Robertin, Elenën që qante nga emocionet dhe ndiu gjoksin t'i mbushej me lumturi. Po, martohem. Luani u shfaq nga pas një peme, duke buzëqeshur dhe duar trokitur. Irena dhe punonjësit e tjerë ishin gjithashtu aty, të fshehur, të gjithë duke festuar. Kishte shampanjë, kishte muzikë, kishte gëzim. Dasma u caktua për marsin e vitit pasardhës, një ceremoni intime në kopshtet e vilës, nën Manin. Vetëm familja e afërt dhe miqt e vërtetë. Anila veshi një fustan të thjeshtë, por elegant, të zgjedhur nga Elena. Luani ishte kumbar. Irena u kujdes personalisht për banketin. Dhe kur celebranti i shpalli burrë e grua, nuk kishte sy të thatë mes të pranishmëve. Por historia e Anilës dhe Robertit nuk u ndal aty. Të frymëzuar nga gjithçka që kishin jetuar, ata vendosën të përdornin përvojën dhe burimet e tyre për të ndihmuar njerëz të tjerë. Krijuan një institucion jo fitimprurës të fokusuar në mbrojtjen e të moshuarve viktima të neglizhencës dhe abuzimit. Organizata ofronte ndihmë juridike falas, mbështetje psikologjike, kujdes mjekësor dhe, kryesisht, një hapësirë të sigurt ku këta njerëz mund të dëgjoheshin dhe të mbroheshin. Anila u bë drejtoresha ekzekutive e institucionit, duke aplikuar gjithçka që mësoi në fakultet dhe gjithçka që jetoi në praktikë. Ajo vizitonte personalisht çdo rast, bisedonte me çdo të moshuar, garantonte që askush të mos lihej pas. Roberti kujdesej për pjesën administrative dhe financiare, duke përdorur kontaktet e tij në botën e biznesit për të siguruar donacione dhe partneritete. Luani, i cili ishte diplomuar si teknik mekanike, krijoi një servis social brenda institucionit, duke u mësuar të rinjve në situatë të vështirë një profesion, duke u dhënë atyre të njëjtin shans që Roberti i kishte dhënë atij. Elena, edhe me moshë të thyrë, gjithashtu u përfshi në projekt. Ajo jepte leksione në shkolla dhe evente për rëndësinë e kujdesit për të moshuarit, për si të identifikohen shenjat e abuzimit, për si të denoncohet. Historia e saj prekte turma dhe frymëzonte ndryshime. Vila në zonën e liçenit artificial u transformua në një shtëpi të vërtetë. Një vend ku dashuria kultivohej, ku ndryshimet festoheshin, ku çdo person vlerësohej për atë që ishte, jo për atë që kishte. Muret që më parë dëshmuan vuajtje tani bënin një hon të qeshurash, bisedash, muzike. Dhe Anila, punonjësja e shtëpisë që një ditë mbërriti aty vetëm duke kërkuar një pagë për të paguar faturat, tani ecte nëpër të njëjtët korridore si zonja e shtëpisë, grua e dashur, drejtoresh e një organizate që ndryshonte jetë. Por pavarësisht të gjitha transformimeve, ajo kur nuk harroi nga vinte. Kur nuk humbi për ulsinë, empatinë, dëshirën për të bërë ndryshim. Sepse Anila e dinte se pasuria e vërtet nuk ishte te mobiljet e shtrenjta, llampadarët e kristalt apo llogaritë bankare. Ishte te lidhjet njerëzore, te aftësia për të kujdesur për të afërmin, te guximi për të bërë atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë. Dhe këtë pasuri, ajo e mbante brenda gjoksit që prej kohësh, shumë kohë para se të njihte Robertin, shumë kohë para se të hynte në atë vilë. Ishte pasuria e një zemre të mirë. Dhe këtë, askush kur nuk mund t'ia hiqte. 3 vjet kaluan që nga ajo dasmë emocionuese në kopshtet e vilës. Jeta e Anilës kishte ndryshuar në mënyra që ajo kur nuk do t'i kishte imagjinuar atë mëngjes të përhimët qershori, kur hyri për herë të parë në atë shtëpi si punonjëse e përkohshme. Tani, në moshën 35 vjeç, ajo ishte Anila Hoxha Berisha, gruaja e Robertit, drejtoresh ekzekutive e një prej institucioneve më të respektuara për mbrojtjen e të moshuarve në Tiranë, studente universitare gati për t'u diplomuar në punë sociale. Por mbi të gjitha, ajo ishte një grua që më në fund kishte gjetur vendin e saj në bollë. Institucioni i krijuar prej tyre ishte rritur në mënyrë mbresëlënëse. Ajo që filloi si një projekt pilot me një ekip të vogël tani kishte 3 seli në rajone të ndryshme të Tiranës, më shumë se 50 punonjës mes asistentëve social, avokatëve, psikologëve dhe kujdestarëve, dhe kishte trajtuar më shumë se 1000 raste në vitet e fundit. Çdo histori ishte e ndryshme, por të gjitha ndanin të njëjtin bërtham vuajtjeje që Elena kishte përjetuar: izolim, manipulim, neglizhencë, abuzim i maskuar si kujdes. Anila i përkushtoi punës me një pasion të palëkundur. Ajo njihte personalisht çdo të moshuar të trajtuar nga institucioni, vizitonte selit rregullisht, merrte pjesë në mbledhjet e rasteve, ndiqte proceset gjyqësore.
kishte diçka tek ajo që frymëzonte besim të menjëhershëm. Ndoshta ishte zëri i qetë dhe mikpritës, ndoshta ishte shikimi i ndershëm, ose ndoshta ishte thjesht fakti që ajo me të vërtet kujdesej. Njerëzit e ndjenin këtë. Një nga historitë që e shënoi më shumë Anilën ishte ajo e Zotit John, një zotëri 82 vjeç që ishte denoncuar nga një fqinje e shqetësuar. Ai jetonte vetëm në një shtëpi të thjeshtë në periferi, dhe nipi që duhej të kujdesej për të rrallë shfaqej, por nuk hezitonte të merrte paratë e pensionit çdo muaj. Kur Anila arriti në shtëpi për herë të parë, gjeti zotin John të dobët, me shtëpinë e papastër, frigoriferin bosh, ulur në një karrige të vjetër duke parë një televizor me tub pa zë. Mirëdita, zoti John. Unë quhem Anila. Erdha këtu për të biseduar me ju dhe për të parë nëse mund t'ju ndihmoj me diçka. Plaku e shikoi me dyshim. Nuk kam nevojë për ndihmë. Gjithçka është në rregull këtu. Por Anila dinte t'i njihte shenjat. U ul pranë tij, pa nxitim, dhe filloi të bisedonte. Foli për jetën, për Tiranën, për futbollin. Dalë nga dalë, zoti John u hap. Tregoi për gruan që kishte ndëruar jetë 5 vjet më parë, për djalin që jetonte larg, për nipin që premtonte të kthehej, por kur nuk kthehej. Ju ndiheni vetëm, apo jo? Sytë e plakut u mbushën me lodh. Shumë. Shumë vetëm. Anila i mbajti dorën. Ju nuk keni më nevojë të jeni vetëm. Ne do të kujdesemi për ju. Dhe u kujdesën. Institucioni siguroi një kujdestare që vizitonte zotin John 3 herë në javë, garantoi që ai të merrte ushqim të përshtatshëm, organizoi konsulta mjekësore dhe më e rëndësishmja, ngriti një padi kundër nipit për përvetësim të palishëm dhe neglizhencë. Zoti John filloi të frekuentonte një grup shoqëror për të moshuarit që institucioni mbante, ku bëri miq, luante domino, tregonte histori. Muaj më vonë, kur Anila shkoi ta vizitonte përsëri, gjeti një njeri krejtësisht tjetër. Ai kishte shtuar peshë, fytyra ishte skuqur, sytë i shkëlqenin. Zonja Anila, ju më shpëtuat. Unë nuk doja më të jetoja, e dini? Por tani kam arsye. Kam miqtë e grupit, kam Celin që vjen të më bëj shoqëri, kam ju që kujdeseni për mua. Anila e përqafoi plakun, e emocionuar. Ju meritoni të jeni i lumtur, zoti John. Të gjithë e meritojnë. Raste si ai i zotit John shumë fishoheshin. Çdo javë, denoncime të reja mbërrinin. Disa me telefon, të tjera me email, shumë me rekomandim nga spitalet dhe asistentët social. Çdo rast trajtohej me seriozitet, me përkushtim, me humanizëm. Institucioni nuk kishte qëllime fitimprurse, çdo burim i mbledhur reinvestohej për të zgjeruar shërbimin, për të punësuar më shumë profesionistë, për të përmirësuar strukturën. Roberti ishte po aq i përfshirë. Ai kishte reduktuar ngarkesën e punës në kompaninë familjare për t'u përkushtuar më shumë projektit. Merrte pjesë në mbledhjet strategjike, kërkonte partneritete me organizata të tjera, bisedonte me politikan për nevojën e ligjeve më të rrepta për të mbrojtur të moshuarit vulnerabël. Por momenti i tij i preferuar ishte kur shoqëronte Anilën në vizita. Të shihte mënyrën se si ajo ndërvepronte me njerëzit, si arrinte të fitonte besimin e tyre, si transformonte vuajtjen në shpresë, e bënte të dashurohej me të edhe më shumë. Elena, tani 74 vjeç, ishte më aktive se kurrë. Shërimi i plot kishte marrë kohë, por ajo ishte kthyer të ishte gruaja energjike që kishte qenë gjithmonë. Merrte pjesë në aktivitetet e institucionit si vullnetare, duke dhënë leksione, duke vizituar të moshuar, duke ofruar dëshminë e saj personale si provë se ishte e mundur të kapërceheshin edhe situatat më të vështira. Ajo ishte bërë një lloj simboli i rezistencës dhe shpresës. Luani, tani 26 vjeç, ishte bërë një burr i përgjegjshëm dhe i përkushtuar. Servisi social që ai koordinonte tashmë kishte formuar më shumë se 100 të rinj në mekanikë automobilistike, shumë prej të cilëve kishin gjetur punë në kompani të mira. Ai gjithashtu kishte filluar të dilte me Klaren, ish banakierën e vilës që kishte ndihmuar Anilën në ato ditë të tmerrshme. Të dy ndërtonin së bashku një jetë të thjeshtë, por të lumtur. Por jo gjithçka ishte lule. Puna në institucion ishte emocionalisht raskapitse. Anila kthehej në shtëpi shumë net e raskapitur, duke mbajtur peshën e historive që dëgjonte, të situatave që dëshmonte. Kishte raste që përfundonin mirë, por kishte të tjera që arrinin shumë vonë, ku dëmi ishte tashmë i bërë, ku drejtësia vononte aq shumë sa vuajtja zgjatej pafundësisht.
Një natë veçanërisht e vështirë, pasi humbi një çështje të rëndësishme në gjykatë ku një i moshuar do të vazhdonte nën kujdestarinë e një nuseje abuzive për shkak të boshllëqeve ligjore, Anila arriti në shtëpi dhe u shem. Roberti e gjeti ulur në dyshemen e dhomës, duke qarë me kokën mes duarve. Dashuri, çfarë ndodhi? Ajo e shikoi me sy të kuq. Dështova, Robert. Ai zotëria, zoti Anton, ai do të vazhdoj të vuaj dhe unë nuk arrita ta ndaloj. Roberti u ul pranë saj dhe e përqafoi. Ti nuk dështove. Ti bëre gjithçka që ishte në mundësinë tënde. Sistemi dështoi. Por nuk mjafton. Ai ka nevojë për ndihmë tani, jo pas disa muajsh kur të arrijmë të apelojmë. Anila, ti ke ndihmuar qindra njerëz. Qindra. Ti nuk mund t'i shpëtosh të gjithë vetëm. Kjo është e pamundur. Por çdo person që ti shpëton, çdo jetë që ti transformon, është një fitore. Është një provë se ja vlen të vazhdosh. Anila mbështeti kokën në shpatullën e tij. Ndonjëherë pyes veten nëse po bëj mjaftueshëm. Nëse nuk duhet të bëja më shumë. Ti po bën më shumë se sa shumica e njerëzve do të bëjnë ndonjëherë. Dhe po e bën me dashuri, me përkushtim. Kjo tashmë është shumë. Ata qëndruan aty të përqafuar në dyshemen e dhomës në heshtje derisa Anila u qetësua. Roberti e dinte se ato kriza do të vinin her pas here, se pesha e punës ishte e madhe, por gjithashtu e dinte se Anila nuk do të hiqte dorë. Ajo nuk ishte tipi që hiqte dorë. Me kalimin e kohës, institucioni filloi të fitonte njohje publike. Artikuj në gazeta, reportazhe në programe televizive, çmime nga organizata sociale. Anila ftohej shpesh për të dhënë leksione në universitete, evente korporative, konferenca për të drejtat e njeriut. Ajo pranonte disa ftesa, veçanërisht ato në shkolla dhe fakultete, sepse besonte se ishte e rëndësishme të frymëzonte brezin e ardhshëm të profesionistëve. Në një nga këto leksione, në një fakultet të drejtësisë në Tiranë, Anila tregoi historinë e saj. Foli se si filloi si punonjëse shtëpie, se si gjeti zonjën Elena duke vuajtur në heshtje, se si vendosi të rrezikonte gjithçka për të bërë atë që ishte e drejtë. Foli për vështirësitë, për frikërat, për momentet kur donte të hiqte dorë. Por foli gjithashtu për fitoret, për jetët e transformuara, për gëzimin e të parit të një të moshuari duke buzëqeshur përsëri. Në fund të leksionit, një studente e re ngriti dorën. Si gjeni forcë për të vazhduar kur rastet janë kaq të vështira? Anila mendoi për një moment para se të përgjigjej. Unë gjej forcë duke kujtuar pse fillova. Kujtoj fytyrën e zonjës Elena në atë dhomë të errët, sytë e saj që kërkonin ndihmë. Kujtoj çdo person që kemi arritur të ndihmojmë, çdo buzëqeshje që kemi arritur të sjellim përsëri. Dhe kujtoj se nëse unë heq dorë, kush do të kujdeset për këta njerëz? Dikush duhet të jetë aty. Dhe nëse nuk jam unë, kush do të jetë? E gjithë salla duar trokiti. Shumë student u afruan më pas, të interesuar për të bërë stazh në institucion, për të kontribuar në ndonjë mënyrë. Anila doli prej andeje për të rirë, duke kujtuar se puna e saj kishte ndikim jo vetëm të moshuarit që ndihmonte drejt për drejt, por edhe në shoqërinë në tërësi, duke frymëzuar njerëz të tjerë të kujdesen, të veprojnë. Në shtëpi, dinamika ishte vendosur në një rutinë të dashur dhe të ekuilibruar. Anila dhe Roberti darkonin së bashku sa herë që ishte e mundur, duke biseduar për ditën, duke ndarë shqetësime dhe gëzime. Elena shpesh u bashkoi atyre, duke sjell histori nga grupi i vullnetarëve ose komente për ndonjë telenovel që po shite. Luani shfaqej në fundjavë me Klaren dhe shtëpia mbushej me të qeshura dhe biseda të gjalla. Ishte në një nga këto takime fundjave, në një të diel me diell shtatori, që Anila bëri një njoftim që do të ndryshonte gjithçka përsëri. Njerëz, kam një lajm për të ndarë. Të gjithë e shikuan, kurioz. Roberti i mbajti dorën duke parandjer diçka të rëndësishme. Unë jam shtatzën. Heshtja zgjati vetëm një sekond para se shtëpia të shpërthente në fes. Elena filloi të qante nga gëzimi, duke përqafuar Anilën fort. Luani ngriti grushtin fitimtar. Klara uroi e emocionuar. Dhe Roberti mbeti pa fjalë për sekonda të gjata, vetëm duke shikuar gruan e tij me një shprehje ekstaze të pastër. Dashuri, është e vërtet? Do të kemi një fëmijë? Anila buzëqeshi me lot në sy. Do të kemi një djalë. Roberti e përqafoi duke e ngritur nga toka dhe duke e rrotulluar.
Të dua kaq shumë. Kaq shumë. Ti nuk ke ide sa i lumtur jam tani. Muajt në vijim ishin të një përgatitjeje intensive. Dhoma e foshnjës u montua me dashuri, me Anilën që zgjidhte çdo detaj. Elena insistoi të dhuronte krevatin që kishte qenë i Robertit kur ishte foshnjë, një antikitet i bukur prej drurit të llakuar. Luani dhe Klara u ofruan të ishin kumbar. Irena tashmë planifikonte festën e foshnjës. Anila vazhdoi të punonte në institucion gjatë pothuajse gjithë shtatzanisë, duke reduktuar ritmin vetëm në 2 muajt e fundit. Ajo nuk donte të largohej plotësisht, por Roberti dhe Elena insistuan që ajo duhej të pushonte, të kujdesej për veten dhe për foshnjën. Në fillim të prillit, në një mëngjes të qetë, Anilës i filluan dhimbjet e lindjes. Roberti e çoi me urgjencë në spital, nervoz, i ankthshëm, por edhe pamas i lumtur. Elena, Luani dhe Klara i ndoqën menjëherë pas. Lindja zgjati 6 orë. Të gjata, intensive, por në fund, kur Anila dëgjoi të qarën e parë të foshnjës, gjithçka ia vlente. Ishte një djalë i shëndetshëm, me faqe të kuqëremta dhe grushte të shtrënguara. Ai është i përsosur, përshpëriti Anila, me foshnjën në krah, duke shikuar atë fytyrë të vogël dhe të mrekullueshme. Roberti ishte pranë saj, gjithashtu duke qarë. Të ngjan ty, i miri ai atëherë, bëri shaka Anila, e raskapitur por rrezatuese. Ata vendosën ta quanin djalin Gabriel, që do të thotë lajmtari i Zotit. Sepse ajo foshnjë ishte me të vërtet një mesazh shprese, një simbol i gjithçkaje që Anila dhe Roberti kishin ndërtuar së bashku, një kujtesë se nga vuajtja mund të lindë diçka e bukur. Elena ishte një nga të parat që mbajti nipin. Ajo e shikoi atë foshnjë me një butësi të pafund, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur në vitet e fundit. Sikur dikush t'i kishte thënë, në atë dhomë të errët ku ishte e burgosur dhe e droguar, se pas pak vitesh do të mbante nipin në krah, e rrethuar nga njerëz që donte, në një jetë plot qëllim dhe gëzim, ajo nuk do ta kishte besuar. Por ja ku ishte, duke jetuar këtë realitet të mrekullueshëm. Faleminderit, i përshpëriti ajo Anilës. Faleminderit që më shpëtove. Që shpëtove djalin tim. Që solle kaq shumë dritë në jetën tona. Anila i mbajti dorën. Ne shpëtuam njëra tjetrën, zonja Elena. Njëra tjetrën. Muajt në vijim ishin të përshtatjes me rutinën e re me Gabrielin. Anila mori një leje 6 mujore nga institucioni, duke ju përkushtuar plotësisht foshnjës. Por ajo tashmë planifikonte kthimin, tashmë mendonte për projektet që donte të zbatonte, për përmirësimet që donte të bënte. Të ishe nën ishte e mrekullueshme, por ajo e dinte se gjithashtu duhej të vazhdonte punën që ishte bërë misioni i jetës së saj. Roberti ishte një baba i pranishëm dhe i përkushtuar. Zgjoi natën për të ndihmuar me ushqyerjen, ndërronte pelena pa u ankuar, këndonte ninulla me një zë që nuk ishte saktësisht i akorduar, por që e qetësonte Gabrielin menjëherë. Të shite burrin me djalin në krah, me atë shprehje dashurie të pastër, bënte zemrën e Anilës të mbushej plot. Institucioni vazhdonte të funksiononte mirë edhe pa praninë e përditshme të Anilës. Ekipi që ata kishin ndërtuar ishte kompetent dhe i përkushtuar. Por të gjithë ndjenin mungesën e saj, të energjisë që ajo sillte, të pasionit që frymëzonte. Kur Gabrieli mbushi 6 muaj, Anila u kthye në punë me kohë të pjesshme. 3 ditë në javë, disa orë në ditë. Mjaftueshëm për të vazhduar të bënte ndryshim, por pa u larguar shumë nga djali. Roberti riorganizoi agjendën e tij për të qëndruar me Gabrielin në ditët kur Anila punonte. Elena gjithashtu ndihmonte, duke adhuruar çdo sekond me nipin. Në një pasdite tetori, saktësisht 4 vjet pasi Anila kishte hyrë për herë të parë në vilën e Berishave, institucioni organizoi një event të veçantë. Ishte një festim i gjithçkaje që kishin arritur, por edhe një moment reflektimi për sfidat që ende ekzistonin. Eventi u mbajt në kopshtet e vilës, në Manin ku kishin ndodhur kaq shumë momente të rëndësishme. Kishte më shumë se 200 njerëz të pranishëm, të moshuar që ishin ndihmuar nga institucioni, punonjës, vullnetar, partner, autoritete, gazetar. Anila u ftua të mbante një fjalim. Ajo u ngjit në skenën e vogël të montuar për rastin, me Gabrielin në krah dhe Robertin pranë saj. Shikoi audiencën dhe ndiu një emocion të thellë. Kur mbërrita në këtë shtëpi 4 vjet më parë, isha vetëm një punonjëse shtëpie në kërkim të një page më të mirë. Nuk kisha ide se jeta ime ishte gati të ndryshonte plotësisht. Nuk e dija se do të gjeja një kauzë për të cilën ja vlente të luftoja.
Nuk e imagjinoja se do të njihja njerëz të pabesueshëm që do të bëheshin familja ime. Dhe definitivisht nuk ëndërroja se sot do të isha këtu, me burrin dhe djalin tim, duke festuar një institucion që tashmë ka ndihmuar më shumë se 1000 njerëz. Ajo bëri një pauzë, syt i shëtitën nëpër audiencë. Por asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa secilin prej jush. Pa zonjën Elena, e cila pati guximin të kërkonte ndihmë edhe kur dukej e pamundur. Pa Robertin, i cili besoi tek unë dhe më dha mjetet për të bërë ndryshim. Pa vëllain tim Luanin, i cili gjithmonë ishte pranë meje. Pa Irenën, Klarën dhe kaq shumë të tjerë që rrezikuan diçka për të bërë atë që ishte e drejtë. Dhe pa secilin prej jush që jeni këtu sot, duke mbështetur këtë kauzë, duke punuar me ne, duke na besuar. Ajo shikoi veçanërisht të moshuarit e pranishëm, disa në karroca invalidësh, të tjerë me bastun, të gjithë me shikime të vëmendshme. Ky institucion ekziston për ju dhe për ju. Sepse çdo qenie njerëzore meriton të jetojë me dinjitet, me respekt, me dashuri. Askush nuk meriton të harrohet, të neglizhohet apo të abuzohet. Dhe për sa kohë të ketë një person të vetëm që vuan, ne do të vazhdojmë të luftojmë. Audienca duartrokiti ngrohtësisht. Disa qanin. Anila zbriti nga skena dhe u përqafua nga 10 njerëz, secili duke falënderuar, secili duke ndarë historinë e tij. Zoti John ishte aty, tani 85 vjeç, por i fortë dhe i buzëqeshur. Zonja Anila, ju ma ndryshuat jetën. Kur nuk do ta harroj. Një zonja e quajtur Norma, e cila ishte shpëtuar nga një situatë burgimi të palishëm 6 muaj më parë, i mbajti duart Anilës. Ju ishit engjëlli im mbrojtës. Fjalë për fjalë më shpëtua. Anila i përqafoi secilin, e emocionuar, duke kujtuar pse vazhdonte ta bënte atë punë pavarësisht vështirësive. Ishte për ato fytyra, ato buzëqeshje, ato jetë të transformuara. Në mbrëmje, kur të gjithë ishin larguar dhe vila ishte kthyer në heshtje, Anila dhe Roberti u ulën në kopsht, në yje. Gabrieli flinte i qetë në karrocën pranë tyre. Elena ishte ngjitur në dhomë, e lodhur por e lumtur. E kupton sa shumë kemi bërë? Pyeti Roberti, duke mbajtur dorën e Anilës. E kuptoj. Por gjithashtu kuptoj sa shumë ende mungon për të bërë. Gjithmonë do të mungoj. Por kjo nuk e zvogëlon vlerën e asaj që kemi arritur tashmë. Anila mbështeti kokën në shpatullën e tij. E di çfarë mendoj ndonjëherë? Mendoj se sikur të mos e kisha pranuar atë punë atë ditë, asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur. Zonja Elena ndoshta nuk do të ishte më këtu. Ne nuk do të ishim njohur. Gabrieli nuk do të ekzistonte. Të gjithë këta njerëz që kemi ndihmuar do të vazhdonin të vuanin. Por ti e pranove. Sepse ti je kush je. Sepse ti kujdesesh. Dhe prandaj gjithçka ndryshoi. Ata qëndruan aty për një kohë të gjatë, në heshtje të rehatshme, duke vëzhguar yjet. Duke menduar për të kaluarën, por kryesisht për të ardhmen. Kishte kaq shumë ende për të bërë, kaq shumë jetë për të prekur, kaq shumë betejë për të luftuar. Por Anila nuk kishte frikë. Jo më. Ajo kishte mësuar se guximi nuk ishte mungesa e frikës, por vendimi për të vepruar pavarësisht saj. Kishte mësuar se një person i zakonshëm mund të bënte një ndryshim të jashtëzakonshëm. Kishte mësuar se dashuria e vërtet ndërtohet në respekt, në partneritet, në admirim të ndërsjellë. Dhe kishte mësuar, mbi të gjitha, se kur nuk është vonë për të rifilluar, për të gjetur qëllim, për të qenë i lumtur. Jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht në 4 vjet. Nga punonjëse shtëpie që luftonte për të mbijetuar në drejtoresh e një institucioni, grua, nën, pothuajse e diplomuar në punë sociale. Por në thelb, ajo vazhdonte të ishte e njëjta Anila, një grua me një zemër shumë të madhe për këtë botë, por mjaftueshëm e madhe për ta përqafuar atë dhe për të provuar ta bënte pak më të mirë. Dhe ndërsa shikonte Robertin, Gabrielin që flinte, vilën e ndriçuar në sfond, qiellin me yje sipër, Anila e dinte me siguri absolute se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Se çdo sakrificë, çdo lot, çdo natë pa gjumë, çdo moment i vështirë kishte vlejtur. Sepse ajo nuk po jetonte thjesht. Ajo po bënte ndryshim. Dhe në fund, a nuk ishte kjo ajo që me të vërtet kishte rëndësi? Roberti u kthye nga ajo, sikur ti kishte lexuar mendimet. Të dua, Anila Hoxha Berisha. Sot, nesër dhe përgjithmonë. Dhe unë të dua, Robert. Faleminderit që më dhe shansin të jem ajo që gjithmonë kam dashur të jem.
Ata u puthën butësisht në nyjet e Tiranës, ndërsa Gabrieli ndëronte i qetë pranë tyre. Ishte një moment i përsosur nga ata që i ruan në zemër për gjithmonë. Dhe kur era fru butësisht duke tundur gjethet e manit, Anila mbylli sytë dhe falenderoi. Falenderoi që zonja Elena kishte kërkuar ndihmë. Falenderoi që kishte pasur guximin të vepronte. Falenderoi për të gjithë njerëzit që i kishin kryqëzuar rrugën. Falenderoi për familjen që kishte ndërtuar. Falenderoi për jetën që kishte tani. Një jetë që filloi me vuajtje dhe sakrificë, por që u transformua në dashuri, qëllim dhe shpresë. Një jetë që provonte se historitë mund të kenë funde të lumtura kur njerëzit e duhur takohen në momentin e duhur. Një jetë që ishte një dëshmi e gjallë se ja vlen të luftosh për atë që është e drejtë, edhe kur gjithçka duket e pamundur. Dhe kështu, nën qiellin me yje të Tiranës, në një kopsht plot kujtime dhe premtime, Anila më në fund gjeti paqen që e kishte kërkuar për kaq shumë kohë. Paqen e të diturit se jeta e saj kishte kuptim. Paqen e të qenit e rrethuar nga dashuria. Paqen e të pasurit bërë ndryshim në botë, një person në të njëjtën kohë. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Anilës dhe Robertit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim guximi, dashurie dhe transformimi, lini pëlqimin tuaj, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Ishte vendosmëria e Anilës? Dashuria mes saj dhe Robertit? Shërimi i zonjës Elena? Apo ndoshta mesazhi se kur nuk është vonë për të bërë atë që është e drejtë? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi empatinë, drejtësinë dhe aftësinë që secili prej nesh ka për të bërë ndryshim në botë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër rrëfim që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të besoni se historitë e tejkalimit dhe dashurisë së vërtetë ende ekzistojnë. Deri atëherë, dhe mbani mend, edhe ju mund të bëni ndryshimin në jetën e dikujt.